nga fillimi. Të them të drejtën, shumë e vërteta gjithë ato fjalë që ti the, edhe të falenderoj për fjalët e bukura. 3 javët e para kanë qenë sigurisht një UEL që ishte në zonën e saj të komfort. Pastaj, me ardhjen e Rogertit, që ishte një personazh që u tregu do me thënë me një lojë shumë të egër brenda kësaj shtëpie, unë personalisht nuk e kam gjyku në fillim, më ka ardhur natyrshëm ta mbështes, sepse nuk mu duke drejt që shumë banor po ju kundërvinin, kur gjithë ata banor kërkonin vëmendje nga ky. Dhe do me thënë, ishte dhe loja që ata donin, kur ju pëlqenin provokimet e këty. Në anën njerëzore, ka lind rrjedhshëm kjo ortakëri me sa duke që pas ka qenë vetëm nga ana ime dhe nuk është nga ana këtij. Unë nuk e mohoj, unë kam qenë e para që e kam marrë këtë vendim, kam vendos mos ta gjykoj këtë njeri, të kuptoj më shumë nga ky njeri, të kuptoja në qoftë se ka vetëm lojë, dhe unë në fakt edhe në fillim kam shpreh që është mund duket një njeri i mirë. Nuk ka të bëjë çift. Unë s'po flas për çift, po flas për vlerësim njerëzor. Po flas për vlerësim njerëzor dhe pastaj kur un kam nis debatet e mia me raportin tim me Brikenën, çastit e parë me Brikenën, pastaj u fut edhe Mateo, pastaj ndarja e Selinit me Mirin, un kam nis dhe kam dhënë mendimet e mia me debatet. Dhe un mendoj që un jam shumë mirënjohëse të gjithë saj ortakërie ndihme që Rogerti më ka dhënë në lojën, patjetër mund kemi ndak këshilla me njëri tjetrin, analizë loje, strategji loje, por unë jam prek shumë nga fjala në momentin që unë shpall fitues, një person që kam vendos të mbështes, dhe ai çmimi i famshëm që unë kam thënë është sakrifica që ti do durosh presionin e madh në lojë, sepse unë nuk e mora me mend që unë nuk po të gjykoj në atë pjesë, të lutem të mbaroj. Unë po them që nuk ma mori mendja që do t'i kisha gjitha të sulme në këtë lloj mënyre, sepse unë e mbështeta këtë njeri, por nuk do të thotë që unë i kam mbështet gjitha mendimet, mbase unë, për respekt edhe të ortakëris, nuk jam shpreh shumë herë, mbase si edhe kjo mund të ketë qenë një gabimi imi ose një dobësie imja, e pranoj, por nuk do të thotë që Juela nuk është një vajzë e fortë të reagoj, që nuk di të mbaj debatet e mia i kam bërë vet, mendimet e mia i kam shtjelluar vet argumentet. Dhe në qoftë se ky ka bërë luftrat e veta, është futur dhe është përfshirë edhe në debatet e mia, mbase edhe për vëmendjen e tij. Ndërsa un kam bërë luftrat e mia, kam bërë edhe luftrat e Rogertit, sepse jam një person që nëse vendos ta mbështes, unë e mbështes deri në fund dhe jam treguar besës, por në momentin që Rogerti, ky zotëri, vjen dhe më thot, unë s'kam arsye të sulmoj, sepse po të sulmova unë t'i lartësohesh, atëherë çfarë jam unë? Unë të shpalla fitues, sepse besoj, jo, nuk du histori falso, por ti më the, kur të vi dinamika bio, pra organike, atëherë Juela unë do të sulmoj, por nuk do të sulmoj sepse do të lartësohesh. I thash, a di si është puna zotëri nderuar, unë të jap dorën, edhe unë do ta nis lojën time vetëm, sepse jam e zonja, jam e aftë, ta çoj lojën time përpara vetëm. Rogert, kjo është mendimi im. Tani, e kemi folë disa herë, unë jam mirënjohës, ka kenë momenti vështirë kur ishte Kristi që më sulmote, edhe mirë kur ishte, dhe më tha, Rogert, hajde u luktu. I kam thënë gjithmonë, ka kenë Juela kjo që për herë parë ka thënë unë kam dhënë një dorë. Unë e kam dita gjatë, s'ke nevoj për me ma thënë, e kam dita gjatë. Ka qënë ke shakaja me Rogerta dhe ti po e përdor Rogert. Problemi që ka nëllë mes meje dhe Juelës. Të ka dhe një input dhe ti përdor gjërat. Nuk të kam thënë kur të kam dhe një dorë. Ka qënë dora që të kam dhe për shakon Rogert. Nuk jam amiku jotë, se ti me quzanin ma shumë se ti. Do ta ullër zërin. Do ta ullër zërin. O, motër, di me folë ma mirë se ti. Ripa ta shumë. E rëndësishme është që Juela i kam dhënë disa herë, opinionistat, shif largoju, dhe kjo nuk është largu. Pse? Se kam pas kur me të futun, ka kene disa, jo që ka arna ka përqa, duke më thanë mu, Rogert, duhet ta sulmosh për mu më ngrit. Po si mu ta sulmojo me një situatë falso, nuk e bëjt dot. Kur i kam thënë një helc, e kam marrë për të keqe, aty ka fillu qarja jon, dhe kam thënë, disja puna, e kam deklaru para 2 prajmeve që ortakria jon është gjatë shkatrimit, nuk kam se me lujtu një loj falso. Rogert, ti e shikon Juela në finale? Po pa tjetër e shof që se ka 5 vene. Në qoftë se ka 5 vend. 4 që s'ka ven, nuk ka ven.
është Brekena, Po ti nuk përcakton as lloj finalje. Ti nuk përcakton as lloj finalje për Juelën. E përcaktoj lojën time. Loja ime përcakton njeriu që jam unë. Njeriu që jam unë. Dhe ti nuk përcakton me kë e kam luftën unë këtu brenda. Nëse do ta quash luftë. Mateo, ti e ke njohur Juelën edhe gjatë kohës para se të vinte Rogerti në shtëpi edhe mbas. Si e ke parë transformimin e saj, Mateo? Mateo, unë e kam pabish. Totalisht të transformuar, nuk është më ajo vajza e çiltër, e edukuar, e sjellshme që ka qenë një herë një kohë, që me ardhin e Rogertit, Rogerti ka përfituar nga Juela, e ka rekrutuar, e ka shndruar në një Rogerta, e ka përdorur për luftrat e veta këtu brenda, e ka shfrytzuar në maksimum, dhe në momentin që Juela nuk i duheshe më, Rogerti e la me një dhe i puni shkelin gjithë ortagërisë dhe njeriu që vlerësonte më shumë këtu brenda. Dhe për më tepër se kaq, Juela prap pavarësisht se Rogerti e ka ulë dhe e ka largu, asnjëherë se ka sulmu. Edhe kur ky njeri ka thënë hiq mos sysh mos fuz ndaj çajtme. Që aty kjo vajzë vazhdon dhe humb respektin që ka për veten, që në momentin që ti njeriu nuk i kthen asnjë dhe një lloj përgjigje. Dhe në tjetër kohë Juela ka përdorur mbrojtjen për kushtimin që ka dhënë Rogerti, sepse i ka leverdisur për të ecur para në lojë. Kjo ka qenë një marrëdhënie merr jip, duke shfrytzuar që të dy njëri tjetrin, sepse Juela e di dhe çfarë pozite kishte këtu në shtëpi, nuk arriti të krijoj situata me Mateon dhe me Brikenën, çfarë bëri? U pozicionua ke Rogerti, e pa që ky njeri po ecte me lojën e pisët dhe tha ta mbështes dhe u lojën e pisët fit, se kur rritet ky, do rritet dhe unë. Por e vërtetë ishte që ky e shfrytzoi aq shumë, sa në momentin që ky s'ia pati me nevojën, thjesht e largoi dhe ulli tutje. Mali? Juela ka vazhdu me Rogertin edhe pas shumë ofendimeve që Rogerti ja bëj ke Juelës. Kur nuk ka ofendime direkte. E ka ofendu. Ja, e ke ofendu. Je mundu me ull. Në tona mënyrat dhe prap Juela kur nuk ka posë zonë kundra i Rogertit. Po tash ju ka kujtu. Tash ju ka kujtu që... Gjam një sekund. Tash ju ka kujtu që me ju ka kundra. Tash ju ka kujtu që me ju ka kundra. Po Juela në gjam është shumë vonë. është shumë vonë tash me ju po kundra për arsye se krejtë kam po që kënej me këtë person për arsye që t'ka konvenu dhe Monika, si e shikon ti transformimin e Juelës? Ekziston, nuk ekziston? Komplet ndryshe, dy personat ndryshe. Në shoh që Rogerti luan, Juela paguan. Dhe Rogerti po luan dramën e tij, ndërkohë që Juela po humbet identitetin e saj. Ajo hyri si një lojtare solo në Big Brother, me një paqe, me një këngë, po themi, dhe faktikisht tashmë është kthyer në një rol suportiv. Problemi qëndron që ne këtu jemi në Big Brother, jemi në reality show, nuk jemi në një teatr ku secili po aktron. Për mua, Juela ka humbur shumë në transformimin e saj. Mendoj që në këtë mënyrë që ajo nga një zë paqësor, nga një ëngjëll që ishte, tashmë është kthyer në një agresivitet që vërtet shumë. Bigu shkohet në finale, mendoj unë, me argument, me qetësi, po jo me të bërtitura. Mund ta kesh argumentin shumë të mirë, po duke bërtitur, dhe provokimi që mund të vi nga të tjerë, të çon drejt të bërtiturës që humbet faktikisht edhe komunikimin me opinionin. Arber? Është e vërtet që Juela ka pësuar një transformim të sjelljes së saj, për të cilën mendoj se atëherë ka qenë në vete dhe tani nuk është në vete. Dhe mendoj që njeriu nuk reagon me fjalë, reagon me qëndrime. Dhe Juela do të vuaj pasojat e qëndrimeve të saj. Dhe qëndrimet e saj kanë qenë totalisht të padrejta në atë themelin kryesor që ka njeriu në vete. Pra, loja, mu nuk më pëlqen kjo fjala lojës, sepse publiku ka treguar shpeshherë që ka vlerësuar banorët me integritet, me butësinë e tyre, dhe shumë prej tyre e kanë kapur edhe finalen shumë kollaj, duke qenë vetvetja. A mjafton
Mali do zoti shkon. Uroj që të mos shkosh ti. Unë besoj. Pastaj se kur shkon tjetër, për mua pa garanci ka. Në rregull? Do që ngjyrat e karakterit e një personi. Mendoj që transformim. Po ta them, jo, ta them unë transformimin. Ta them unë transformimin. Ta them unë. Për ty më fut burg ti mua zotni. Unë e di që o zotni, në burg jo. Po nuk besoj se ka fuqinë për të futur në burg. Në burg jo. Me qendër rehabilitimi për zërin po. Në burg nuk mendoj që duhet të shkosh në burg. Në qendër rehabilitimi po. Kështu që Juela mendoj që qëndrimet e tua të dënoj sot dhe nuk të kthej përgjigje derisa të ulësh zërin. Është e drejta ime. Po jam zotni. Juela mendoj që në kohën e caktuar është dash që ti të marrësh sa qëndrime që nuk i ke marrë dhe mendoj që do vush pasojat e tua në këtë marrëdhënie. Juela, dua që të rrish ti vetëm në dhomën e ndenjes, të tjerë të shkojnë në dhomën e gjumit. Okej. Është drejt. Kape. Fute këtu. këtu. Krejt saloni Ruza u mot. Do një ka lo t'ja gjele shqip. Së më duhet një fikapin. Juela, jemi bashk? Po. Ndjeshmërinë tënde sidoqoftë ne e kemi njohur gjatë këtyre 96 ditëve, edhe pavarësisht se ti thua që jam një vajzë luftarake, atë brishtësinë edhe në momentet e tua më të ashpra e ke po aq me vete dhe të kemi parë edhe gjatë këtyre ditëve në krye të disa debateve që të jesh në lot. Apo jo? Po, e vërtet. Kur e shikon klipin që sapo pe, çfarë efekti të bën? Në sensin e mendon ndonjëherë se mund të kishe bërë diçka ndryshe ose e mendon ndonjëherë sikur se kjo gjëja që thot Arbëri për shembull, unë mendoj që Juela e vërtet është ajo Juela para, jo kjo Juela mbas. Atëherë, siç të thash dhe më para Ledion, më pëlqejnë shumë fjalët që përdore, sepse e shikoj veten të ato fjalë që ti the, e shikoj veten të ato fjalë që tha Arbëri. Por e vërteta është që këtu ka njëherë dhe jetesa, dinamika që krijohen, situatat që krijohen dhe sulmet që merr mbase edhe vetë mbrojtja, të bën nga njëherë edhe tash për tegër, të bën të kesh reagime që mbase në jetën e reale nuk do t'i kisha. Kështu që unë i qëndroj besnike vetes time, nuk e pranoj fjalën transformim, nuk më duket vetja absolutisht e transformuar, thjesht kam vetë mbrojt, dhe mbase kjo ka qenë reagimi im edhe i egër, por nuk jam në jetën normale kështu, dhe më thënë jam i tip shumë më i qetë, jam i tip shumë më i qeshur. Pa tjetër, se në varësi me kë rrim, ne jemi qenie multidimensionale, dhe në varësi me kë rrim, nxjerrim anë të vetes që ndonjëherë janë më të bukura, ndonjëherë janë më pak të bukura, ndonjëherë janë shumë të qeshura dhe të qeta, ndonjëherë janë dallgë të trazuara edhe të ashpra. Qa ke mësuar diçka për veten tënde aty brenda që nuk e dije para se të hyje në atë izolim që besoj është një nga këto përvojat që njeriu nuk i harron kurrë? Atëherë, them të drejtën, nuk e mendoja që do të arrija të përballoja gjithë sulmet që nga ana për shembull morale më kanë prekur, po i kanë përballu. Dhe nuk e mendoja që gjithë presioni psikologjik që banesa me njerëz që nuk njeh dhe të sulmojnë base sepse ti vendos të mbështetës një njeri, të krijosh një farë aleance. Dhe unë e thash dhe më para, mbase unë jam munduar t'i mbaj ato qëndrimet e mia, për respekt mbase dhe tortakëris nuk e kam bërë më shumë se si që dute ta bëja, por besoj që publiku e kupton edhe personin që unë jam, edhe
edhe sa besnike unë kam dashur t'i qëndroj kësaj gjëje, do me thënë. Dhe jam shumë e sigur, dhe jam shumë e forte edhe tani, që nuk e kam ortakërin, do me thënë, me Rogertin, po flasë në këtë rast, dhe vendos t'a bëj lojën time vetëm, dhe jam shumë e sigur që do ja dalë shumë mirë t'a bëj edhe vetëm, t'i qoj debatet e mia, bisedat e mia, në mënyrë njerëzore, paqësore, aty ku do t'ketë hapësirë, sepse është një pikë e lojës tani ku besoj presioni është akoma më i lartë, të gjithë e duam finalen, të gjithë duam të tregojmë sa të fort jemi edhe në debat, por besoj që dua t'i rikujtoj vetes që është shumë e rëndësishme që të këndoj më shumë, edhe të tregoj më shumë pa ato njeriu që unë jam. Dhe ndonjëherë, për të rikujtuar veten, atëre kur e harron, qoftë me vedije, qoftë pa, të duhet dikush që të nje mirë, të duhet dikush që të do shumë, të duhet dikush që çfarë do lloj gjëje të ndodhi, do të ishte gjithmonë në anën tënde. Dhe sonte, brenda shtëpisë, nuk është një, po janë 3 prej këtyre njerëzve. Të kërkoj të mos lëvizësh nga aty, por të shohësh në video wall. Atere, në Big Brother sonte, ka ardhur motra jote jetë mira. Po. Në Big Brother sonte, ka ardhur motra jote Justina. No, vabbè. Kemi thirrë gjithë familjen. Në Big Brother sonte, ka riardhur Juliana, të cilën e kemi takuar. Ti jo më largë se dje, ke folur me Edisën në një bisedë të sinqertë në lidhje me historinë tënde dhe ke treguar të tjera momente nga jeta jote, ku këto 3 zonja të mrekullueshme të kanë ndihmuar për të kaluar një moment thellësisht të vështirë të jetës tënde. Vllai i madh, nga ndonjëherë bëhet pak tinzar. Sonte, Juela, ti do mund të takosh vetëm njërën prej motrave të tua. E di që ato kanë ardhur nga Italia, do të kishin shumë dëshirë të takonin, por vllai i madh ka vendosur që ti të takosh vetëm njërën prej tyre. O Ledian, çam ke bë tani? E di. Kjo është realisht shumë e vështirë. E di që është e vështirë. E di që është e vështirë dhe sakrificën që mund të kenë bërë ato për të ardhur këtu. Dhe do u ndjeja unë keq tani vetëm me zgjedh një. Por e di që më kuptojnë. Do jenë mirë kuptuese. Për këtë jam thellësisht i bindur që do jenë mirë kuptuese. Kështu që a do të shkosh tek dhoma e surprizave, të jetë mira, a do të shkosh te Justina në obor, apo do të shkosh ke Juliana te dhoma e krimit? Do të them dhe arsyen pse jam shumë atëherë në radhë të parë falenderoj vllain e madh pafund për mundësinë që po më jep. Faleminderit ty Ledian, që edhe fakti që ti shikoja për mua është shumë gjë e madhe. Por tani vendos të takoj motrën e dytë, sepse ajo është edhe më e rreptë në mendimet, dhe unë e du realisht mendimin e saj të vërtet. Pra do një schiaffo puro. Po. Atëre shkojmë ke obori, ku na pret Justina. Ledion, forza! Ashtu, bravo! Ja dola! Amore mio, Justi! O shpirti, o drita jute, o bota du. O jeta ime. O shpirti. E di se t'ka marrë shumë malli, je mrekullueshme, të lutem, mos qarë. Flasim pak, qetëso. Sa e bukur, o sa. Hajtë tu.
Më zote, më të rritën. Më rrita. Hajde ta lëtëm. Më rrita, më fjalë. Hajde drita ime. Po si ja ke dalë me ardhë? Ti e mira jeni të shmendura, realisht. Si mos t'ja dalë për ty. Hajde u Ti e di se sa unë, ti e gjithë shka për mu. Në 31 vjetë, ti në busolën e jetës time, ke qenë çdo ditë lindja edhe perëndimi. Unë nuk mund ta imagjinoj si mund të përkufizoj ty në jetën time. Po ndu me pyet si është mami, si është babi. Atë po, te ajo do arri. Si janë fëmijët këtu, Vlera, Të gjithë janë shumë mirë. Niku. Të gjithë janë shumë mirë. Të duan çdo ditë edhe më shumë. Babi, të lutem e di se ke shpreh shumë atë merakun, që jesh shumë e merakuar për idenë e babit, ti do jesh shumë e qetë se babi realisht. Jo, të lutem, Ela. Realisht babi është mrekullisht i mahnitshëm me guximin që ke pasur për të qenë totalisht vetvetja dhe për të zhveshur totalisht nga frika e çdo lloj gjykimi, ke luajtur shumë fort, ke qenë vetvetja dhe kjo gjë është e mjaftueshme për të qenë një babë dhe një nën krenar, sepse ato duan që ti ta jetosh këtë eksperiencë në mënyrën më të qiltër të mundshme. Si për publikun shqiptar, si për fitoren me veten tënde, për të gjitha vuajtjet që ti ke kaluar në jetë, që të jesh realisht një pasqyrë shumë e pasur në radhë parë për veten tënde, pastaj për babin, për mamin, për ne të treja. Të kemi mbështetur realisht me gjithë forcën e shpirtit, të gjitha kushërirat, të gjithë familjarisht, Ledi të dëm pafund, Vlera çdo ditë ngjon këngët e tua, Irisi, Ledi. Është një vajzë shumë e mrekullueshme që më ka lënë këshill të madhe, është quhet Raimonda Filopati dhe po të mbështet në mënyrë shumë të fortë. Livia, gjithë kushërirat po bëjnë realisht më të mundura. Justina, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Ledion, mirëmbrëma Arbër, Monika dhe gjithë. Ore, ajo të zgjodhi ty se ta është më e repta, po ti qënë ke më e dashura. Ledion, po do ta them Ledion, do arri edhe te rreftësia, por Juelën e kam pik dop, sepse Juela, si që thash dhe më parë, për 31 vitet jetës vetë, për mu ka qenë gjithë shka, edhe emrin ja kam vendosur unë, e kam rritur me duart e mia. Asa më pëlqeu kur i thirre Ela, nuk e di, komplet si princesh. Ela, kjo është Ela ime, shumë shpirtit tim. Kjo është si një mami e dytë për mu. Por, do me thënë, fakti frika që ka Juela dhe nga njëra shumë e ashpër dhe me vetën, duke pas frikë se mos nuk ka bërë zgjidhjet e duara, ke luajtur shumë mirë dhe vetëm një këshill, sepse me që di që unë jam e rreth dhe do ta them para gjithë shqiptarëve, ule vetëm pak zërin e radios. Vetëm i qik. Ule vetëm pak. Sa do ta përmirësoj dhe këtë pjesë. Do ta për kafet e tona. E di që do doni të rini gjatë aty, po do ta respektoj nuk mundeni. Dëgjoj. Ela, bëje kështu, nxirre motrën nga salloni edhe për cilët e dera e kuqe, okay? Po, patjetër. Faleminderit Ledion. Faleminderit ty, ishte shumë kënaqësi që të njoha. Faleminderit Ledion, faleminderit shumë vllajma. I mrekullueshëm. Kujdes. Sa i bukur jo, zot. Amori, ja Ledion, motrat e mia të mrekullueshme. Mungon vetëm ajo kënga, amoj motra ni. E di çfarë thot babi, që jemi 4 djem, jemi sikur 4 shtete, thot. O zot sa ju dua. Amore. Si është Irisi, Zeno? Si është? Jam po i mirë. Mund të vetë vetja që jam shumë, duhet di do me Je mrekullueshme. O jeta ime, po muzika mirë? TikTok mirë. TikTok, Ledion, motra ime Juliana, është edhe një TikToker, që ta ndjekim gjithë. TikToker e u apo direkt urgent follow. Dërsa me bankën me rretjet mira. Me bankën, okej, me qënë se ishim në ditë gjek banku sot, ka Ledion kuptohet dhe nga veshja, kuptohet kush është bankier këtu. Pa tjetër, kush është bankieri kuptohet. Nuk pranoj akuza sot. Ej, po, dëgjoni, çfarë do lloj gjëje, vetëm ky kujtimi i ju të katërtave në Big Brother do të jetë i vlefshëm sa më s'ka, o sa bukur. Mbretëreshë një të vërtetë, në forë, këtë shandje. A di si nga të tani, sa e bukur
Serioze, mos harro të japësh këshilla. Më jep këshilla. Ka një këshill për ty. Do një këshill të rrep. Një këshill të rrep, si tha Ledioni, unë schiaffo. Unë jam vetëm për përgëzjelje. Jo, sinqerisht. Në fakt është vërtet. Ita ime sa. Të du shumë mirë, je vetë. Ne dim shumë mirë se kush jetë, kemi patur dend, e dim se cila është pjesa jote, e dim, kjo është forca jote që ke për ëndra. Ne e dim shumë mirë se sa këmbgul, njofim shumë mirë. Faleminderit shumë. Jam shumë krenare për ju, jam shumë krenare. Më shumë mungu pafund, jeni nëna të mrekullueshme, jeni shembulli i vajzave në karrierë që respektoni familjen, shtëpinë, fëmijët, nëna të mrekullueshme. Vazhdo gjithmonë të transmetoje atë mesazhin që forcën duhet ta kesh parimore. Motra, do duhet ju ndaj, më vjen keq, po duhet të largohemi. Jam shumë mirë njohse. Jetë mira Justina dhe Juliana, faleminderit shumë që ishit me ne sonte. Ju përcjell Ela të dera e Vodafonit, ta provoni edhe ju atë daljen ashtu. Si banore të vërteta. Sot kam një fustani është nga Donika Loci. Po, i kemi të gjitha kështu e pa. Apo se keni pa ju? Koma, mos ha shumë. Jo, se kemi pa, koma, se drejtë Amori një, ju dua pa fund. Faleminderit për sakrificën. Jam shumë mirë njohse. Ju dashuroj pa fund. Edhe unë të dashuroj me gjithë shpirt. Gjithmonë të lutem. Luftarake tani. Edhe do zërin. Edhe është shumë e bukur, shijoj dhe të gjitha goca, do me thënë është gjë fantastike që edhe të bëni pak atë kualitetin e bukur girls power. Do me thënë jo vetëm sherrë shamate, sepse është gjë shumë e bukur dhe të shohim pak atë girls power. Jo, s'ka problem. Ti do ti je një pionere. Ti e di sa njerëj një ëmbël dhe njëri mirë je. Faleminderit shumë. Vazhdo. Ti, mira komando, ma përshëndet shumë. Ju dua pa edhe Gjeni dhe babit. Babi puthni shumë ju dua. Jelit dhe në Vlera, Nikun, Ledin, babin, ju dua pa fund. Ja, ju dua shumë. Ciao jeta dhe mia, ju dua. Ju e da uroj të kesh marrë energjinë e duhur për të vazhduar përpara. Nuk e di çfarë them. Faleminderit shumë. Çfarëdo që të jetë vendimi i publikut, ndërkohë i ftoj dhe banorët të kthehen në dhomën e ndenjes. Ne mbyllim lidhjen me shtëpinë. Aleksandra po më thoshte kunatat e Seno. Së Seno? Mashallah i kishe,